pika 4 është shqyrtimi i projekt ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Ky projekt ligj shënon një hap të madh drejt garantimit të kujdesit shëndetësor si një drejtë e patjetërsueshme për çdo qytetar, jo si privilegj për pakicë. Me themelimin e fundit të sigurimeve shëndetësore, përmes këtij ligji ne po ndërtojmë një sistem të qëndrueshëm që siguron mbulim të drejtë, transparent dhe afatgjatë për të gjithë. Ky është angazhim konkret i qeverisë për të lehtësuar barrën financiare të familjeve dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore në vendin tonë. Projekt ligji është në përputhje të plotë me strategjitë tona zhvillimore dhe rrugtimin evropian të Republikës, duke dëshmuar seriozitet në reforma. Në fund, kjo është një politikë që vendos qytetarin në qendër dhe bën shtetin garant të dinjitetit e të shëndetit të tij. E ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotin Arben Vitia, që të paraqesë ekspozen për këtë projekt ligj. Ju falenderit shumë kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Sot kam nderin që para jush të paraqes edhe një herë një nga iniciativat më të rëndësishme për të ardhmen e shëndetësisë në vendin tonë. Pra projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm në kujdesin shëndetësor. Është me rëndësi të veçantë të theksoj se ky projekt ligj vjen pas një periudhe të gjatë diskutimesh. Janë analizuar me kujdes sfidat dhe mangësitë që ka sistemi ynë shëndetësor, janë studiuar edhe praktika ndërkombëtare për të krijuar një ligj që i përgjigjet nevojave të qytetarëve tanë dhe një ligj që do të jetë i zbatueshëm për realitetin tonë ekonomik, por edhe social. Pas mbi 10 viteve përpjekje, ky projekt ligj përfason një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një sistemi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të sigurimeve shëndetësore. Me këtë ligj themelohet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor i Republikës Kosovës, funksionimi dhe financimi i këtij fondi. Me projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor do të rregullohen çështjet si në vijim. Ky ligj e përfshin gjithë popullatën, duke synuar qasje universale në shërbime themelore shëndetësore, si dhe ngritjen e cilësisë dhe sigurisë së këtyre shërbimeve. Ky ligj krijon bazë për transformimin e mekanizmave të financimit në sistemin shëndetësor, mbulimin universal, shëndetin dhe të zvogloj varfrinë dhe pabarazinë e shkaktuar nga shpenzimet shëndetësore, duke siguruar qasje universale për të gjithë qytetarët dhe banorët në shërbimet cilësore të kujdesit bazë shëndetësor. Ky ligj po ashtu rregullon kontributet për sigurimin shëndetësor si një burim i financimit të kujdesit shëndetësor, i cili do të jetë shtesë mbi financimin aktual të bazuar në buxhet. Ligji parashikon përcaktimin e një pakete përfitimi adekuat dhe të përshtatshëm të shërbimeve shëndetësore që do të përditësohet çdo vit dhe do të ofrohet në kushte të barabarta të gjithë përfituesve. Fuqizimi i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor për zbatimin e mandatit të tij dhe ky ligj po ashtu rregullon sistemin, marrëvajtjen dhe performancën në sistemin tonë shëndetësor. Të nderuar anëtarë të qeverisë, marr parasysh rëndësinë e këtij ligji nga ajo që u tha më lart, ju los për aprovim. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Vitia. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 5 është shqyrtimi